Të dashur student të arshëm të Fakultetit të Edukimit Fizik dhe të Sportit pranë Universitetit të Prishtinës, ju falemnderit që keni shprehur interesimin për të bërë pjesë e familjes sonë të madhe. Më duhet të theksoj që fakulteti ynë është i vetmi institucion publik në Kosovë që kvalifikon mësimdhënës të edukimit fizik dhe të sportit, andaj ndihuni të privilegjuar. Ky fakultet ju ofron mundësi të jashtëzakonshme, përvoja unike dhe momente të paharrueshme që do t'ju shoqërojnë gjatë gjithë jetës tuaj. Për të ju ndihmuar sa më mirë në këtë rrugtim, ne kemi përgatitur disa video informuese ku do t'i gjeni shpjegime të detajuara rreth përmbajtjes së provimit pranues. Ju ftoj t'i ndiqni këto materiale me kujdes dhe me lejoni që në emër të këtij fakulteti t'ju uroj shumë suksese në rrugtimin tuaj drejt edukimit dhe shkencave sportive. Ju mirëpresim në tempullin e sportit, ju falemnderit. Me vazhdim, me lejoni t'ju informoj për elementet teknike të cilat do t'jenë pjesë e provimit pranues në futboll, duke vijuar me elementin teknik udhëheqje me trinën e jashtme dhe të brendshme në mes pengesave të vendosura vertikalisht për të vazhduar me tej me koordinimin lëvizor punën me top. Në basketball, kandidatët do t'i nështrojnë provimit pranues në këto elemente. Fillimisht nisja nga vendi me hap të kryqëzuar, driblimi me kalimin e topit nga dora e majt në të djathtë, driblimi me kalimin e topit nga dora e djathtë në të majt prapa shpinës, driblimi me kalimin e topit nga dora e majt në të djathtë mes këmbëve, gjuhetja në kësh nga dy hapshi basketbollistik. Të dashur student, provimi pranues në lëndën e volejbollit përmban këto elemente: pasimi i topit me gishtin para, pasimi apo dëbimi i topit me çekan, dhe elementi i tretë është gjuhetja dhe pranimi i topit. Përshëndetje kandidat. Në provimin pranues do t'i keni dy elemente teknike në handball. Elementi i parë, pasimi themelor, do të realizohet në çifte përballë njëri tjetrit. Kurse elementi tjetër, gjujtja në port me 3 hapa, kandidati pasi ta pranoj topin do të realizoj 3 hapa të shkëputet dhe të gjuaj në momentin e fluturimit. Në kuadër të provimit pranues nga lënda e atletikës kemi vrapimin 100 metra, i cili ekzekutohet nga starti i olt. Kemi 3 komanda, në përvende, gati dhe nesu. Në komandën në përvende, kandidati vendoset në bloqet të startit, në komandën gati, komandën tash ose nesu, kandidati vrapon me shpejtësi maksimale për të arritur rezultatin sa më të mirë. Vlerësimi i orive të notit në testin e provimit pranues në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit përfshin të notohet teknikisht pastër në njërin nga teknikat e notit në distancën 25 metra. Programi i vlerësimit të kandidatëve të ri parashef vlerësimin e tyre në aftësitë motorike. Një nga testet e vlerësimit të aftësive motorike është testi kërcim vendin në gjatësi për të dy gjinit, meshkuj dhe femra. Administrimi i testit fillon me vendosjen e aplikuesit në skajnë e trampolinës, ndërkaq matet distanca e gjatësisë deri te pjesa e fundit e shputave. Testi i radhës si teston aftësitë motorike për femra është testi mbledhje përkurjeve në krah nga pozita i shtrirë. Nga lënda e gjimnastikës, vlerësimi i kandidatëve të rinj për provim pranues realizohet me këto elemente: ekuilibër ballor, vertikale mbi duar me mbajtje 2 sekonda, kapërdim para deri në drejt qendrim dhe rrotullimi anash në të majt dhe në të djathtë. Një tjetër test, i cili është pjesë e provimit pranues në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, është edhe testi. Ky test përdoret për të testuar aftësitë e aplikantëve për të ndryruar drejtimin përderisa janë duke vrapuar me shpejtësi maksimale. Koha matet në mënyrë elektronike dhe rezultati më i mirë përdoret për analizat përfundimtare. Në kuadër të programit të provimit pranues pranë fakultetit tonë, kemi edhe testin ngritje me forcë në hekur, e cila demonstrohet që në vjem
kandidati duhet të ngritet si për hekurit me mjekër dhe pjesa 2 të ushtrimit është shtrirja e plot e krive. Të dashur kandidat, student potencial, ju që keni vendosur që pasionin tuaj ta bëni realitet në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, përveç shumë disiplinave sportive, ju do të sprovoheni edhe në testin me shkrim. Ju do të hartoni një esej, e cila do të përmbahet për 150 fjalësh. Vlerësoheni nga dorëshkrimi, vlerësoheni nga të hartuarit, nga kuptimi, nga gabimet gjuhësore eventuale dhe nga përmbajtja e gjithë esejës të cilët do ta shkruani. Andaj, provoni veten, neve na keni pranë. Përshëndetje studentë ardhshëm. Në testin e bashkërendimit, ju do të vlerësoheni me aftësitë që keni me lëvizjen e trupit. Mundohuni që lëvizjet të jenë të rrjedhshme, të thjeshta, të jenë të koordinuara, kreative dhe mos na mungon emocioni. Ju mirëpresim, suksese!